Mirë, me naftën do të merrem edhe pak më vonë, ndërsa tham se presidentja e vendit Vjosa Osmani pra dekretoi apo nxori dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Kjo ndodhi në një konferencë për media të cilën e realizoi në mëngjesin e sotëm. Ndërsa çfarë do të thotë tutje kjo, do të na shpjegojë më shumë Engelbert Zefaj, analisti politik, që po e lakmojmë që është në pej. Përshëndetje Engelbert. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Po, jam në pejën e bukur, moti i bukur sot është në kënaqësi. Por këtë dekret e pritët? E ndoqët konferencën e presidentës? Personalisht, ta them drejtën, po, e ndoqa. Edhe e kom prit personalisht, sepse tashmë duke u bazuar në ato njohjet e mia që i kam për karakteret e të dy politikanëve, edhe të Albinit edhe të Vjosës, e kam prit që tashmë këta do t'i nxjerrin të gjitha armët kundër njëri tjetrit, edhe këtu tash do të bëhet domethënë një luftë frontale politike. A kanë edhe shumë armë nxjerrën mes vete? Jo, nuk kanë shumë, nuk e kanë nxjerrë ende asnjë. Deri tash ne i kemi parë duke bashkëpunuar edhe duke i ndenjur gati njëri tjetrit në politikat e tyre. Por tashmë kur Albin Kurti, domethënë para disa javë, pas disa ditëve doli hapur që nuk do të ketë mbështetje për Vjosa Osmanin, fillon të nxjerrin ato armët e lehta, duke mbajtur Engelbert, më fal. Të ndalemi këtu para se të ndalim te këto armët. Sipas teje, pse e bëri këtë Albin Kurti? Po Albin Kurti nuk e don Vjosa Osmanin ta ketë në ekip. Albin Kurti nuk don një figurë të dytë të fuqishme. Albin Kurti e don një figurë të dytë sikur se funksionojnë liderët autoritar. Pra ta ketë një figurë të dytë që do t'ja kryejnë në një mënyrë punë teknike, aty ku ose e delegon aty ku ai nuk ka interes të jetë i pranishëm, kurse vetë don të gjithë pushtetin, po do të jetë kryeminist, do të jetë president, edhe po mundësisht jetë edhe kryetar gjykate. I gjykatës kushtetuese. Albin Kurti do thotë arriti që ta largoj Vjosa Osmanin, përfundimisht e largoi Vjosa Osmanin nga ekipa e vet në udhëheqjen e shtetit, edhe tash do të bëj çmos që të jetë, domethënë, si Albin të udhëheq shtetin. A do t'ja dalë? A do të mund ta bëj këtë sipas jush? E ka bërë, tashmë e ka bërë, por se si do t'i dalin rezultatet në fund, to duhet i presim zgjedhjet. Unë mendoj që nuk i ka bërë mirë llogarit Albin Kurti, në zgjedhjet që tash i po pritet të caktohet data që kur do të mbahen, Albin Kurti do të humb shumë pikë, do të humb shumë elektorat, arsyeja është shumë e qartë, Vjosa Osmani edhe është një figurë politike që është rritur vazhdimisht. Një figurë shumë e pëlqyer. Aja ka nohatur që Albin Kurti nuk e dëshiron më në ekip, dhe aja ne kemi vrejt, ka Vjosa Osmani, ka që 5-6 muaj që aja ka qenë një lloj e fushate për forcimin e figurës së saj politike, ka bërë një aktivitet të jashtëzakonshëm në arenën ndërkombëtare, edhe pse nuk kanë qenë aktivitete bilaterale Kosovë edhe një shtet tjetër, por aja ka ditë të luajë shumë mirë në të gjitha këto aktivitete ku ka qenë e ftuar, shto këtu edhe takimet e fundit me Donald Trump dhe ajo loja shumë e mirë e saj për synin e audiencës, për synin e elektoratit. Pra ajo është fuqizuar jashtëzakonisht shumë, kështu që kur do të mbahen zgjedhjet, Albin Kurti duhet të llogarisë që do të humbë një numër të madh të votave dhe ato vota do të kalojnë nga Vjosa Osmani. Po. Çfarë do të ndodhë tutje tash në mes të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit? Çfarë skenari parashet që do të ndodhë tutje pas dekretimit që e bëri presidentja sot? Tash për ta përfunduar këtë punën e dekretimit është që të fton partitë dhe të konsultohen dhe të caktojnë datën e zgjedhjeve. Kjo do të ketë pak probleme sepse mendoj që Albin Kurti ose vetëvendosja nuk do t'i përgjigjet ftesave të Vjosa Osmanit, duke krijuar që të zvarrit dhe të shtyhet sa më shumë datën e zgjedhjeve, por duke njohur edhe karakterin e presidentes Vjosa Osmani, aja do të vazhdoj tutje duke i shfrytzuar kompetencat e veta dhe aja do të vendos për datën e zgjedhjeve, duke bashkëpunuar me ato parti që i përgjigjen. Dhe kështu që do të shkojmë në zgjedhje, Albin Kurti do të mobilizohet me partinë vetëvendosje me synimin që prapë të arrijë rezultatin e njëjtë, por Vjosa Osmani sigurt nuk do të rri duar kryq, ajo ose do të krijojë një listë të vetën dhe do të futet garës, ose do t'i bashkohet në ndonjë partie ku pastaj do të garojë
me ato fuqitë e veta. Edhe ne këtu e kemi parë që ka një A parafrim. ka lëvizje, a ka parafrim, ka zëra do të thënë që me elitën demokratike të Kosovës mund të vazhdohet tutje si qoftë si dy parti, 2-1 apo t'i bashkohet listës apo si e sheh këtë? Ti rikthehet ndoshta. Po. Po, këtu edhe kemi informacione. Do të thotë familja Rugova është tash deputet në lidhjen demokratike është Uk Rugova, po gjithë familja Rugova është mobilizuar që të loboj që të parafroj Vjosa Osmanin me lidhjen demokratike. Kemi dëgjuar pastaj Lumira Bexhikun si kryetari i cili në mënyrë thot mezi 5 që aja të kthehet. Kemi dëgjuar po ashtu në kryetarin Lutfi Aziri i cili nuk e diskuton faktin që të mbështetet Vjosa Osmani. Kemi dëgjuar edhe zërat atyne nëse mund të ashujnë fraksione brenda LDK-s, të cilët nuk janë kundër që Vjosa Osmani të kthehet, por që ata mendojnë që këto gjëra duhet të diskutohen. Pra të gjitha këto tregojnë dhe na tregojnë qartë se Vjosa Osmani ka shumë gjasa që të kthehet në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhje. E pastaj se si do të vazhdojmë tutje që ajo të kthehet në strukturat e Lidhjes Demokratike, kjo është diçka tjetër. Do t'i bëjmë mirë kjo Lidhjes Demokratike të Kosovës nëse veç ndodh një skenar i tillë, apo ndoshta një skenar më i mirë që si dy lista në vete të vazhdojnë tutje. Nuk e di pse unë mendoj që Vjosa edhe këtë do ta bëjë, që do të vazhdoj tutje ndoshta edhe e vetme. Po, unë e thash edhe më herët, Vjosa e ka si opsion edhe të vazhdoj si e vetme, por unë mendoj që elektorati, unë e njoh elektoratin e Lidhjes Demokratike shumë mirë, sidomos edhe ato në diasporë. Elektorati dëshiron që të ketë bashkim, pra të kthehet Vjosa Osmani në Lidhjen Demokratike, sepse është i qartë, është e konstatuar që me daljen e Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike të Kosovës, ne është dëmtuar shumë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe zemra u dhem njerëzve kur e shohin LDK në këtë nivel. Dhe në anën tjetër shohim që Vjosa Osmani mas luajt tash me numra, po nëse merrin numër të caktuar të votave, kishte më qenë gjysma e saj që kishte më marrë bashkë me LDK-n. Po. Sepse unë mendoj që Vjosa Osmani kur është largu nga Lidhja Demokratike e Kosovës e ka marrë 50% të LDK-s me veti. Po. Dhe tash nëse del si listë vetme nuk do të arrijë 50% vet, po do të arrijë një numër shumë të madh. Kurse bashkë me LDK-n do të ketë edhe 50% e vetë edhe 50% e LDK-s dhe do të jetë më e fortë. Po, unë mendoj njëjtë si ti që ka edhe opsion edhe të dele vetë. Po, largimi do me thënë nga lëvizja vetëvendosje, nëse mund ta themi si guxo, apo sa përqind do t'i merr Albin Kurtit në këtë rast, largimi i Vjosës? Me përqindje, me ta them. Me qenë se na foli për këtë pjesë me përqindje. 50% i doli Albin Kurti në këto zgjedhje të fundit, unë do të thonë jam 99% i sigurt që së paku 15 deri në 17% atyre votave janë të Vjosa Osmanit, së paku. Nëse ajo më shumë, po them 15 deri në 17% e atyre votave që janë të Albin Kurti janë vota të cilat janë motivuar nga puna, figura dhe personaliteti i Vjosa Osmanit. Por në anën tjetër ne kemi parë edhe reagimet shumëta të cilat janë nga vetë ata të cilët kanë qenë të flakt për vetëvendosjen, që me këtë reagim, me mos zgjedhjen e Vjosës presidente, duket që ekziston një zhgënjim shumë i madh tek elektorati i lëvizjes vetëvendosje. E vërtet këtë e kemi vrejt, domethënë gjithandej. Njerëzit kanë pas shumë shpresë në këtë binomin Albin Kurti, Vjosa Osmani kundër, ta themi, klasave të vjetra politike. Dhe tash këtu e kanë pa që doli në pa që Albin Kurti ka kohë që ka menduar të largoj Vjosa Osmanin. Pra ka pas një lojë që të largoj Vjosa Osmanin. Dhe kjo tash i doli në pa. Edhe elektorati që e ka ndash këtë binom, tash e fajsojnë Albin Kurtin, sepse Albin Kurti bëri lojë Vjosa Osmanit pas shpine dhe u prish ai plani që klasa e re politike të mposhtë klasën e vjetër politike. Dhe për këtë po e shohin si fajtor Albin Kurtin. Edhe unë e pres se Vjosa Osmani ta shfrytëzoj shumë mirë këtë letër dhe të merr të gjithë ata të pakënaqurit, të i afroj afër vetës, dhe pavarësisht atë do të jetë si listë vetëm apo në një parti ose një listë tjetër. Po, ke ndonjë datë për sa i përket zgjedhjet kur mund të jenë këto zgjedhjet parlamentare natyrisht? Presidenti Osmani ishte shumë e qartë, unë besoj që ajo do të qëndrojë në ato që e tha.
jo më larg se 45 ditë. Ajo tha këtu nuk la hapësirë, se tha jo që unë po dua, po kushtetuta tha nuk lejon hapësirë që zgjedhjet të shkojnë në një datë më larg se 45 ditë, sikur që disa të tjerë po pretendojnë. Sepse ajo tha dikush po mendon që duhet presin derisa të del gjykata kushtetuese me ato interpretimet ose vendimet e veta. Vjosa Osmani, presidenti, tha shumë mirë, ata kanë gjithë kohën e vetë për të bërë akt vendimet dhe interpretimet e tyre. Po në ndërkohë jeta duhet të vazhdoj, siç e mori krahasim siç ka ndodhur në ato krizën politike për konstituimin e kuvendit. Pavarësisht që ka pas kërkesa nga gjykata kushtetuese, procedurat kanë vazhduar tutje. Në këtë rast ajo tha që pavarësisht që ka kërkesa te gjykata kushtetuese, respektimi i kushtetutës dhe përgatitja për zgjedhje duhet të vazhdojë tutje që duhet të ndodhë brenda 45 ditëve. Çfarë dëmi është ky një tjetër për vendin, për Kosovën, në këtë situatë, në këtë krizë, andej po ndodh lufta, faktikisht ne ende nuk po mundemi që të kemi institucionet tona. Krizat politike si kjo, demokracisë i bëjnë shumë mirë. Sepse kjo që po ndodh tash po e ndalon krijimin e një autokracie në shtetin tonë. Pra ne kemi një shtet që udhëheqet nga vetvendosja udhëheqet nga një njeri. Edhe do të thonë mendimet janë që po të vazhdohet kështu, edhe shteti pastaj më vonë do të udhëheqet vetëm nga njeri. Pra kur çdo gjë udhëheqet vetëm nga një njeri, ai sistem quhet autokratik. Edhe me këtë krizë që po krijohet, në një mënyrë po ndalet ky hov drejt autokracisë dhe po kthehemi prapë te demokracia dhe pluralizmi politik. Kjo është e mirë në aspektin politik, po tashti në aspektin ekonomik dhe social. Në aspektin social ose shoqëror, shoqëria është e lodhur nga dalja shpesh në zgjedhje, sepse nuk po prodhohen rezultate të reja, po përsëriten rezultatet dhe po përsëriten krizat dhe ta shoqëria është e lodhur, çka mund të jetë pasoja, një pjesë e madhe e njerëzve do të abstenojnë, do të heshtin dhe nuk do të dalin fare në zgjedhje dhe kjo nuk është gjë e mirë. Në aspektin ekonomik është problem tjetër të ndikuar nga krizat globale. Kosova ka nevojë me pas një qeveri stabile, një presidencë dhe një kuvend, pra duhet të jetë stabile për të përgjigjur në gjitha këtyre sfidave globale që po ndodhin tash për momentin në lindjen e mesme, po ne mos harrojmë Ukraina, mos harrojmë në Venezuela ku është një burim i jashtëzakonshëm i naftes, sot e dëgjova prap Donald Trump që thotë sot përfundojmë Iranin, do t'i kthehemi edhe Kubës. Pra ka zhvillime jashtëzakonisht të rëndësishme globale dhe këto zhvillime kanë gjetë Kosovën në kriza të thella politike. Unë kam edhe një pyetje të fundit, pas zgjedhjeve dhe po urojmë që këtë herë të jenë të fundit për vendin tonë. Si është rezultatin apo qeverisjen? Si them, fal, nuk dëgjova. Dhe të jenë të fundit për vendin tonë, e shtova. Për 2026. Po, saktë. Edhe jenë pyetje të lutem se do nuk e dëgjova mirë pyetjen, këtë e fal. Pas këtyre zgjedhjeve për 2026, si është rezultatin, do me thënë dhe kush do të udhëheq? Unë e shoh rezultatin ndoshta pak nga dëshira, e shoh rezultatin të... Jo, mos u bë subjektiv, të lutna. Jo, po tash po supozojmë Vjosa Osmanin, në qoftë se Vjosa Osmani do të kthehet në një listë me të zëm, po supozohet shumë me LDK, atë unë supozoj që LDK-ja shkoi së paku 32-33%, edhe shoh që vetvendosja pastaj të bie në 30% dhe ta kemi një PDK që shkon te 26-7% dhe të kemi një balancë. Unë në ditën që do ta shoh këtë balancë në Kosovë, aty do të shoh dritë në tunel, do të shoh që po vinë ditë të mira për Kosovën, sepse atëherë nuk do të udhëheqet nga një mendësi e vetme, po do të ketë bashkëpunim, domosdoshmërisht do të ketë bashkëpunim, sepse duhet të krijohen numrat për të krijuar qeverinë, kuvendin dhe presidencën. Drejt prekazit është lajmi më i fundit, është nisur dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por pasi është takuar me ambasadorët e Kuintit, a mendon se kjo ka qenë tema çështja e presidentit që janë folur apo ka qenë një temë tjetër më globale, siç është lufta për shembull, siguria? Unë, domethënë, njerëz të mi aty në kabinetin e Kurtit nuk kam, po afër aty kam informata. Tema ka qenë pikërisht kriza që u shkaktua mbrëm, domethënë me mos zgjedhjen e presidentit dhe të shrihet se si do të vazhdohet më tutje. Një gjë është e sigurt që ambasadorët e Kuintit
ato që po kërkojnë nga të gjithë liderët, po më së shumti nga Albin Kurti që të jetë më pragmatik. Tash çfarë kuptimi të jetë më pragmatik në aspektin politik? Të heqë dorë nga të gjitha ato kërkesat maksimale që ka. Pra që të gjej një mundësi që të krijoj hapësira edhe për të tjerët në mënyrë që të kemi një vend më stabil. Pra në rastin konkret unë mendoj që i kanë kërkuar që mos jetë pengesë që procedurat e ardhshme sipas kushtetues të mos pengohen, mos varriten, po të kryen sa më shpejt. Shkohet tutje. Mirë, do të shohim se çfarë do të ndodhë tutje. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, edhe ju uroj një ditë të mbarë. Punë të mbarë gjithashtu. Faleminderit shumë edhe për kohën.